Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Edhe pse di shumë nuk do shes informacione, Livia flet për Eglin. Ish-banorja e shtëpisë së famshme Livia Brunga ka reaguar për herë të parë pas daljes nga reality show, duke falendëruar ndjekësit për mbështetjen e madhe dhe duke dhënë disa përgjigje për pyetjet më të shpeshta që ka marrë. Ajo u ndal veçanërisht te raporti i saj me Eglin, duke konfirmuar se vazhdojnë të jenë në kontakt, por ka zgjedhur të mos jap detaje të mëtejshme derisa ajo të vendosë të flasë vetë. Livia nuk ka preferuar të ndajë detaje nga jeta private, duke thënë se është e lumtur dhe kjo mjafton. Po ashtu, ajo ka treguar se i mungojnë shumë Rozana dhe Laerti nga shtëpia. Jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione deri kur Egli vetë të vendosë të dalë. Mund të shpreh vetëm që Eglin e kam zemër, çdo gjë që kemi ndarë aty brenda ishte reale dhe çdo gjë vazhdon siç ka fillu dhe ja dua aq shumë atë buzëqeshjen, shprehet Livia.